Kjo është mënyra më e sigurt dhe më efektive për të hequr qimet e trupit përgjithmonë. Gjithkush ka qime nën krah, rreth organeve gjinitale, në këmbët e tyre e kështu me radhë. Ama kur këto qime mbulojnë tërësisht vendet më të vështira për t'u arritur, çfarë duhet të bëjmë? Të shpëtojmë prej tyre sigurisht. A ka mënyra për të hequr qafe qimet e trupit duke përdorur vetëm përbërës natyral? Asnjë lazer, asnjë krem i ashpër, sepse fatmirësisht ka disa metoda natyrale të heqjes së qimeve që funksionojnë. Ruajtja dhe depilimi mund të jenë të mërzitshme dhe mjaft të bezdisshme. Nganjëherë mund të shkaktojnë plagë në lëkurë nëse bëhen në mënyrë të pahishme. Për fat të mirë ekziston një tjetër mënyrë shumë efektive për të hequr qimet e padëshiruara të trupit. Në një tas kombinoni 3 lugë gjelle me sheqer, lëngun e një limoni, një lugë gjelle me mjalt. Përgatitja: trazojini mirë derisa të krijohet një pastë homogjene. Aplikojeni në zonën ku keni qimet. I lini rreth 10 minuta dhe më pas i fshini me një peshqir. Sa më shpesh ta aplikoni, aq më shumë do t'i radhoni qimet tuaja.